Ende asnjë rezultat nga puna e Komisionit Komunal në Tetov që duhej të inspektonte qëndrueshmërinë sismike të godinave. Komisioni u formua 2 vjet më parë, ndërkaq nuk dihet ende se cilat banesa, shkolla dhe institucione janë të qëndrueshme ndaj tërmeteve dhe ku nevojiten renovime. Besoj që shpejt ai raport do të jetë në faqen zyrtare, por në kërkesë do të mund edhe t'ju dorëzohet, t'ju jepet në sa i përket masave të cilat merren, patjetër që ne si komunë veçanërisht ajo që është më e rëndësishme këtë aspekt ka të bëjë me shkollat. Aty në konform gjetjeve të atij raporti ne kemi bërë një plan për ndërtimin dhe rindërtimin e gjithë objekteve shkollave të cilat janë të rrezikuara që në periudhën që vjen pra gjithë nxënësit të jenë në ambiente të sigurt. Çështja e qëndrueshmërisë së objekteve të banimit por edhe institucioneve u aktualizua pas tërmetit të QL-kundit Tetovën pak ditë më parë. Dekani i Fakultetit të Inxhinierisë së ndërtimit në Universitetin e Tetovës, Enis Jakupi, kritikon komunat për mungesë bashkëpunimi për kontrollin e objekteve dhe konstatimin nëse të njëjtat janë të qëndrueshëm në aspektin sismik apo jo. Ne jemi të obliguar për çdo objekt bëjmë, do të kisha thonë, një grafikon të jetë gjatësisë të tij. Për shkak se çdo objekt projektohet për një periudhë caktuar. Dhe objekti kur projektohet dhe realizohet është një periudhë rreth, do të kisha thonë, që mund zgjasë deri 3 deri në 5 vjet. Dhe kjo mbaron. Pastaj objekti e supozojmë se 50 vjet duhet të jetë pa asnjë intervenim, domethënë për një gjëra. Po mbas viteve, mbas 50 vjet të jetë gjatësisë e tij deri në 75 vjet, duhet ta ndjekim jetëgjatësinë e objektit dhe ta ndjekim proceset e lëvizjeve në objekt, se tashmë jemi të softifikuar, ka hyrë inteligjenca artificiale, dhe këtë ndjekje ne pastaj do të kisha thonë në 25 vjeçarin e fundit të 100 vjeçarit të jetës të një objekti, duhet konstatojmë a dhe vazhdone ky objekt jetone, a dhe sanohet, a dhe adaptohet, ose dhe prishet krejt dhe ndërtohet objekt të re. Do të kisha thonë edhe vetë komunat, prandaj ato kanë sektorin, i cili sektor quhet për urbanizëm, veprimtari komunale dhe infrastrukturë. Këtu janë këto procese. Dhe ky sektor duhet mirret me këto procese. Jo të mirret vetëm me një proces siç është urbanizmi, dhënia e lejeve, ndërtimi kështu. Në 4 zonat e tërmetit, një pjesë e Maqedonisë, siç është Dojrani, Dibra, Ohri dhe Shkupi, por edhe me një pjesë të Sharrit, janë në zonën e tërmeteve dhe lëkundjet e tokës nuk përjashtohen as në të ardhmen. Por ekspertët qetësojnë se mënyra e re e ndërtimit i bën objektet të jenë më të sigurta për banim.